ka një hap të fundit nga ana e kryeministrit Rama, i cili i tejkalon edhe ato çfarë ku kemi mbyllur syt njërin sy në të kaluarën. Është artikulli i fundit i publikuar së bashku me Vučićin në gazetën prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur atë artikull kryeministrit Rama për një arsye të vetme, sepse krijohet përshtypja her pas here që gjithmonë atëherë kur Vučićin BE-ja, Evropa e mbështet me shpatulla për muri, del Edi Rama edhe e nxjerr nga ajo situatë. Nuk duhet të ketë për Shqipërinë alternativa me Serbinë që nuk kalojnë nëpër Kosovë. Rruga nga Tirana në Beograd çon nëpër Prishtinë. Edhe gjeografikisht, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në çdo aspekt. Kështu që secili kryeministër apo president shqiptar që e harron këtë, ta dini që afatgjat ka për të bërë gabime të mëdha, të cilat kanë për ta dëmtuar kombin tonë shumë.